Kryetari i bordit drejtues të ndërmarrjes së transportit publik Shkup Musa Jakupi dhe antari tjetër shqiptar Riza Jonuzi sot nuk e pan të arsyeshme të prononcoheshin rreth shkeljes së gjuhës shqipe në këtë ndërmarrje. Në bisedë telefonike ata thanë vetëm se prej një muaji u paska mbaruar mandati, madje gjithë bordi drejtues, dhe se së shpejti emrimet e reja do të bëhen nga qyteti i Shkupit. Jakupi dhe Jonuzi thonë se dygjuesia në NTP Shkup respektohet thuajse në të gjitha segmentet, përveç se në tabelat elektronike të autobusëve, shkelje kjo që sipas tyre është e paqartë. Prej sot webfaqja e NTP-s funksionon edhe në Shqip, por vetëm faqja hyrëse e saj. Në këtë webfaqe të gjitha informacionet në rast të klikimit në rubrikat e saj janë vetëm në gjuhën maqedonase. Drejtori Nikolov thotë se administratorët e kësaj faqeje po bëjnë përpjekje për rregullimin sa më të shpejtë të saj. Ndërkohë nuk ka asgjë të re sa i përket padive të ngritura kundër drejtorëve të institucioneve të qytetit të Shkupit për mos respektimin e gjuhës shqipe. Kujtojmë se ministri i drejtësisë Blerim Bexheti para disa ditësh deklaroi se këto padi janë në procedurë sipër. Ai theksoi se ata që kanë ngritur padi të dërgojnë edhe ankesa zyrtare pranë prokurorisë apo Ministrisë së Drejtësisë për t'u informuar mbi procesin gjyqësor. Gjykata dhe institucionet gjyqësore është e pamundur që të jenë politizuar. Rastet në fjalë duhet të shihen dhe palët që kanë inicu këtë çështje kanë të drejtë në çdo kohë që të informohen nëpërmjet parashtresave se deri ku është lënda dhe këtë i udhësoj që ta bëjnë dhe me siguri se do të kenë përgjigjen e duhur nga institucionet përkatëse. A jeni në dini deri ku është kjo çështje? Po, ata kanë të drejtë që të drejtohen me parashtresa edhe tek udhëhecit e institucioneve ku i kanë parashtru, edhe deri tek Ministria e Drejtësisë. Nëse i parashtrojnë parashtresat e tyre, më se sigurt se Ministria e Drejtësisë do t'ju përgjigjet. Lëvizja qytetare zgjohu një javë më parë akuzoi se pikërisht ndikimi politik dhe partijak ndaj gjykatave është shkaku i ngecjes së procedurave rreth padive ndaj drejtorëve të ndërmarrjeve të Shkupit për mos aplikimin e gjuhës shqipe. Padia e zgjohut bazohet në nenin 138 të kodit penal, i cili parashikon burg deri në 5 vjet për personat zyrtar që pengojnë përdorimin e gjuhëve zyrtare.